Përshëndetje, sot dua t'ju tregoj ëmbëlsirën time të preferuar, ndërkohë që mbaj regjim dhe përdor programin Detox për t'u dobësuar. Është kjo ëmbëlsira këtu, ju ndihmon edhe për t'u dobësuar, por edhe ja u heq atë nepsin për ëmbëlsi. Si fillim dua të them që unë thjesht me regjim nuk po humbja më peshë, pra pavarësisht se po aja shumë shëndetshëm, peshorja rinte e njëjtë në kilogram, kështu që edhe nga analizat e tiroides që bëra, vura re që kisha probleme me tiroiden, kështu që kisha të domosdoshme të nisja edhe programin për dobësim me produkte 100% të certifikuara, bimore, pra që janë shumë të sigurta madje dhe në gjithëdhënie. Tani t'ju tregoj pak recetën e ëmbëlsirës time të preferuar, që përbëhet nga kosi bio, që unë e kam bërë vetë në shtëpi, por nëse ju nuk mund ta bëni s'keni kohë, mund të merrni kosin grek, i kam shtuar kosi 2 lugë gjelle tërshër, i kam shtuar 1 lugë të vogël, shumë pak pra mjalt, edhe fara të ndryshme çfarë që ndodhe në shtëpi. Kjo ëmbëlsirë nuk mund të konsumohet direkt sapo e përgatisni. Duhet se s'bën mbi 4-5 orë ose gjithë natën në frigorifer. Unë për shembull e kam bërë nga dje dhe tani do ta konsumoj. Tu kam edhe produktet që unë jam duke përdorur në këtë periudhë. Është Olivoxi, është çaji The Mix, Cereal Complexin. Ka dhe disa produkte të tjera, varet se sa kile doni të humbisni ju. Për çdo pyetje më shkruani dhe porosisni në inbox paketën tuaj.